kapitulli 12, paragrafi I parë. Gjoni, kapitulli 12, Ungjilli sipas Gjonit, nga fillimi, kapitulli 12. Jezusi, pra 6 ditë para Pashkës, erdhi në Betani, ku banonte Lazari, ai që kishte vdekur, dhe Jezusi e kishte ringjallur prej së vdekurish. Dhe aty I shtruan një darkë. Marta shërbente dhe Lazari ishte një nga ata që rrinin në tryezë me te. Atëherë Maria mori një libër vaj erkëndshëm prej nardit të pastër shumë të kushtueshëm, vajosi me të këmbët e Jezusit dhe I fshiu këmbët e tij me flokët e saj, dhe shtëpia u mbush me erë në këtij vaj. Atëherë një nga dishepujt e tij, Juda Iskarioti, bir I Simonit, ai që do të tradhtonte, tha: "Pse nuk u shit ky vaj për 300 denar dhe t'u jepej fitimit të varfërve?" Por ai e tha këtë jo se kujdesej për të varfërit, por sepse ishte vjedhës dhe duke qenë se ai e mbante qestën, mbante shtinin atje brenda. Jezusi pra tha: "Lëre, ajo e ka ruajtur për ditën e varrimit tim. Të varfërit në fakt I keni gjithmonë me ju, por mua nuk më keni gjithmonë." Ndërkaq një turmë e madhe judenjsh mori vesh sa ishte atje dhe erdhi jo vetëm për shkak të Jezusit, por edhe për të parë Lazarin, të cilin ai e kishte ringjallur prej të vdekurish. Atëherë krerët e priftërinjve të vendosën ta vrasin edhe Lazarin, sepse për shkak të tij shumë veta braktisnin judenjt dhe besonin në Jezusin. Dhe paragrafi 17 më poshtë pra. Kështu turma që ishte me te kur ai e kishte thirrur jashtë Lazarin nga varri dhe e kishte ringjallur prej të vdekurit, jepte dëshmi për te. Prandaj turma I doli përpara sepse kishte dëgjuar se ai kishte bërë këtë shenjë. Atëherë farisejt thanë midis tyre: "A e shihni se s'po bëni asgjë? Ja, bota shkon pas tij." Amen, fjalës të Zotit. Një familje e veçantë, shumë e rëndësishme kjo familje, dhe për Jezu Krishtin, e rëndësishme, por edhe vetë për veprën e Zotit. Lazari, Marta, Maria. 3 vëllezër, 2 motra pra dhe një vëlla. Të gjitha vazhduan kur një moment Marta e ftoi në shtëpinë e saj Jezu Krishtin dhe një e paranjohur kjo ditë nga Perëndia që Jezu Krishti të shkonte në shtëpinë e saj. Dhe sikur se tham, ajo kishte për motër Marin dhe kishte Lazarin vëlla. Por ajo që duam të shohim sot me hirin e Krishtit dhe na tregon Perëndia ndryshimin e karaktereve që shprehen nga vepra e gjithë secilit. Që të dy e duan Krishtin. Por njëra, I thot fjala e Perëndis, ishte në shërbim të shumt, pra Marta, ishte vetëm të shërbej, kurse Maria qëndronte pranë këmbëve të Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij. Këtu duhet të kemi të japim pak kujdes rëndësisë të njeriut që është si një rob e njollosur, dhe një drejtësia e njeriut shprehet nëpërmjet zemrës dhe gojës të Martës që shef të gjitha punët e shtëpisë I bente ajo, kurse Maria të mos bente asgjë. Dhe në vend doli drejtësia njerëzore që është si një rob e njollosur nga zemra e saj dhe nga goja e saj, dhe u ankua në përpara Jezusit, duke thënë: "Po mirë, Jezus nuk e shef që nuk më ndihmon as pak Maria. Thuaj të vi të më ndihmoj, sepse të gjitha po I bëj vetëm." Dhe priti patjetër që priti Maria, Marta, duke u bazuar me drejtësinë njerëzore që t'i jepte të drejtë Zoti dhe t'i thoshte Maria: "Shko dhe ndihmoje."
por me një habi dëgjoj diçka që se priti kurrë. Dhe kur të përdorim logjikën tonë, drejtësinë njerëzore, gjithmonë do të vim përballë fjalës të Perëndis, ku nuk do të na mbush me gëzim dhe paqe, por në të kundërtën do të kemi mërzi dhe tronditje. Pra, vëllezër dhe motra të dashur, ekziston drejtësia njerëzore, por është edhe drejtësia e Perëndis. Për këtë arsye dhe Zoti jon Jezu Krisht thot, përpara së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndis. Dhe mbretëria dhe mbretëria e Perëndis është drejtësi e Perëndis, hir dhe paqe nëpërmjet Jezu Krishtit dhe gëzim nëpërmjet frymës të shenjtë. Kjo është mbretëria e Perëndis. Dhe kushdo që shërben me këtë mënyrë që i shërben Zotit, do më thënë me mbretërinë e Perëndis, me drejtësinë e Perëndis, me paqen e Jezu Krishtit dhe me gëzimin e frymës të shenjtë, ai edhe Perëndin e kënaq dhe kënaqet Perëndia me te, por edhe bekohet përpara njerëzve. Sa larg është drejtësia e njeriut nga drejtësia e Perëndis. Dhe na e shpjegon shumë bukur fjala e Perëndis, që të mos kemi asnjë dyshim, dhe thot se mendimet e mia nuk janë sipas mendimeve tuaja, dhe udhët e mia nuk janë sipas udhëve të tuaja. Atë që don ti Marta nuk është sipas asaj që dua unë. Dhe ajo që mendon ti, që don ti, nuk është sipas asaj që unë dua. Pra sa është larg qielli prej tokës, kaq larg janë mendimet tuaja nga rrugët e mia. Pra kjo është drejtësia e njeriut. Perëndia të na ruaj nga logjika e drejtësisë të njeriut. Do të na drejtoj nga mundimi në mundim dhe mundësisht edhe psikologjik, edhe shpirtëror, edhe fizik shpeshherë. Dhe vjen tani të marrë një përgjigje, ku këtë përgjigje Krishti don ta dëgjojmë edhe ne. Marta, Marta, je e tronditur dhe në çrregullsi përpara Perëndis, sepse shqetësohesh për shumë gjëra. Por mësoje tani më se një gjë ke të nevojshme. Çfarë ke të nevojshme? Fjalën e Krishtit. Maria zgjodhi pjesën më të mirë, që nuk do t'i hiqet kurrë. Dhe cila është kjo pjesa e mirë? Është Ungjilli i Jezu Krishtit, që është forca e Perëndis dhe shpëton çdo që beson. Sepse vetëm nëpërmjet Ungjillit të Jezu Krishtit zbulohet e gjithë jo drejtësia e njeriut, por drejtësia e Perëndis. Vetëm nëpërmjet Ungjillit të Jezu Krishtit. Kush do të mundte të na thot tani, dhe unë s'do të mundja, se Maria e zgjodhi pjesën më të mirë, dhe jo Marta që me të vërtet, me gjithë zemrën e saj i shërbente Zotit. Maria zgjodhi pjesën më të mirë. Çfarë bëri pra ajo? Qëndroi e gjunjëzuar pranë këmbëve të Krishtit dhe dëgjonte fjalët që fliste. Dhe nga që kjo është pjesa e mirë, të njëjtën gjë do të bëjmë edhe ne. Dhe Krishtin ku do ta gjesh? Në dhomën e lutjes. Atje në dhomë të lutjes do të mbyllësh derën, do të gjunjëzohesh dhe do të vijë edhe Ati qiellor nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës të shenjtë për të dëgjuar. Të dëgjoj fjalët e tua, të dëgjoj zemrën tënde. Por më rëndësishmja nuk është sepse Perëndia ka vesh dhe dëgjon, ka sy dhe shef, por më rëndësishmja nga të gjithja është se ti dhe unë a kemi vesh të dëgjojmë fjalën e Zotit, apo kemi të tjera në zemrat tona? Kemi sy të shohim, sepse fjala e Perëndis është i mrekullueshëm që thot, kush i verbër përveç shërbëtorit tim? Kush i shurdhët përveç shërbëtorit që unë dërgova?
Do më thënë, është e mundur të jesh shërbëtor i Krishtit dhe të jesh i verbër të mos shofesh dhe i shurdh dhe të mos kuptosh. Patjetër. Po, sa serioze është kjo? Sa serioze është që të shkojmë që dikush të na mësoj të vërtetat e Ungjillit. Dhe kush është mësuesi jon, vëllezër dhe motra të dashur? Është Zoti jon Jezu Krisht. Mësuesi jon dhe drejtuesi jon. Vetëm ai mundet dhe vetëm ai don. Për këtë arsye, edhe fjala e Perëndis, përveç dhomës të lutjes, që është e nevojshme dhe domosdoshme dhe mundësisht jo vetëm, por lutjen familjare, të marrësh dhe gruan tënde dhe fëmijët e tu, por edhe vetëm është shumë e rëndësishme të futemi në dhomën e lutjes, të lutemi ose të lutemi së bashku me burrin, gruaja apo me gjithë familjen, dhe aty do të vijë Zoti dhe do të të mësoj të dëgjosh zërin e tij. Sa rëndësishme pra është që të të mësoj Krishti të dëgjosh zërin e tij. Dua t'ju them shumë shpejt një provoj këtë shto, se si mësova. Isha në Egjio, isha vetëm, familja ime ishte në Athinë dhe bëra një urim. Isha ortodoks atëherë. Thoja, çdo darkë do të lutem 1 orë. Kthehesha nga puna dhe çdo darkë në orën 9:10 lutesha. Sa orë do të lutem për kërkesat e mia? 5 minuta, 10, 20. Pastaj rrija i gjunjëzuar dhe mundohesha të ndjeku dhe të largoj çdo mendim në mënyrë që të qëndroj në praninë e Perëndis. Dhe aty vazhdoi dal nga dal Perëndia të më flas. Fillimisht nuk e kuptoja. Dhe dal nga dal vazhdoi të më mësoj se si të dëgjoj zërin e tij. S'kisha marrë frymën e shenjtë atëherë. Ja mendoni. Sepse me të vërtet mundohet Krishti të na mësoj pjesën më të mirë, që të zgjedhim në jetën tonë pjesën e mirë, që është mësimi i Krishtit, udhëzimi i Jezu Krishtit dhe mundësisht fryma e shenjtë është ajo që na drejton gjithmonë në çdo të vërtetë dhe mbase më rëndësishmja të na zbulojë dhe të ardhmen. Si do të di se çfarë do të ndodh, vetëm fryma e shenjtë mund të ma zbulojë. Kështu pra, Marta e tregoi karakterin e saj dhe tani vjen prova e madhe që sëmuhet. Lazari dërgojnë mesazh tek Krishti duke i thënë eja se po vdes Lazari, dhe Jezu Krishti me dishepujt e tij u vonua 4 ditë. Por shkoi. Do më thënë, mund të vonohet Krishti, pa tjetër. Lutemi, por duhet të presim. Kemi nevojë për durim që të bëjmë vullnetin e Perëndis dhe të shijojmë premtimet dhe bekimet e Perëndis. Të kemi durim. Durimi vepron për të sprovuar. Prova vepron për shpresën që nuk të turpëron, sepse dashuria e Perëndis atë derdhet në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë. Falenderojmë Perëndin për këtë. Dhe kur shkoi Zoti jon tek Lazari, aty e takoi Marta, ashtu sikur se thot fjala e Perëndis se shkoi dhe i tha, por shikoni ndryshimin këtu. Dhe i tha Marta Jezusit, Zot, po të ishe këtu, vëllai im nuk do të vdiste, por edhe tani e di se çfarëdo që të kërkosh tek Perëndia do të ta jap. Dhe i thot asaj Jezusi, vëllai yt do të ringjallet. Ja thot qartë, por nuk e beson dot. Shkon mendimi i saj tek në fund, në ringjalljen e fundit. Nuk mund ta besoj. Shikoni ndryshimi i Marias, sepse sot ky është mesazhi. Maria,
kur mëson se po vjen Jezu Krishti, thot shkrimi. Maria kur erdhi aty ku ishte Jezusi, kur e pa atë, u gjunjëzua përpara këmbëve të tij. Marta ju afrua thjesht, kurse Maria u gjunjëzua pranë këmbëve të tij. Dhe i tha të njëjtat fjalë që i tha Marta. Të njëjtat fjalë, por jo me të njëjtën zemër. O Zot Perëndi. E përsëris, të njëjtat fjalë, por jo me të njëjtën, jo e njëjta zemër. Dhe i tha, Zot, po të ishte këtu, vëllai im nuk do të vdiste. Maria dhe Jezusi kur e pa atë duke qarë, dhe ata që kishin ardhur me të judejnë të qeqanin, pshëretiu dhe në frym dhe qau, dhe tha, ku keni vënë atë? Dhe i than, eja shife. Përse qau Jezusi? Sepse pa dhimbjen dhe pikallimin e tyre, kurse urdhëri i Zotit është, gëzohuni me ata që gëzohen, por qani me ata që qajnë. Pra këtë e mësoi ai vetë, duke qarë edhe ai duke bashkuar lotet me lotet e të tjerëve. Martës i kishte thënë se do të ringjallej, por se kishte kuptuar. Tani tek Maria i thot, eja të më tregosh se ku keni vënë. Dhe në mosbesimin e saj, drejtësia e njeriut ka një karakteristikë, bazë që është mosbesimi. Nuk mund të besoj në fjalën e Krishtit. I duket e pa arsyeshme, i duket si e pa kapshme. Dhe i thot, Zot, mos shko sepse bie erë, ka 4 ditë në varr. Por Maria ka një shpresë të shoh se çfarë do të bëj Krishti. Dhe ky është mesazhi që na jep sot Zoti. Të mos humbim kur shpresën tonë, sepse shpresa në Krishtin nuk të turpëron, por të shohim, të presim të shohim se çfarë do të bëj Krishti në jetën tonë. Diçka do të bëj, diçka përgatitur, diçka ka paranjohur, diçka ka parashikuar. Nuk e dim, por mos e humb shpresën tënde. Shpresa nuk të turpëron kurrë. Nuk do të turpërohet kurrë njeriu që shpreson në Zotin, sepse është i bekuar njeriu që shpreson në Zotin. Është sikur pema që është e mbjellë pranë brigjeve të ujit, dhe nëse vjen vapa nuk do ta kuptoj, sepse do të hedh shtri rrënjët e saj dhe do të marrë çfarë të ketë të nevojshme nga lumi që ka pranë. Dhe burimi i ujrave të gjalla është Jezu Krishti. O Zot Perëndi. Afrohet, thot, largojeni gurin nga varri dhe thërret. Lazar dil jashtë. 4 ditë i vdekur në varr. Doli, e nxorën e çliruan nga ato rripa dhe pëlhura që ishin mbështjellur dhe pan duke ecur Lazarin dhe u ringjall Lazari. Ja mendoni pra zemrën e Martës dhe të Marias, të Martës që nuk e besoi dhe e pa, dhe të Marias që besoi dhe që shpresoi dhe lavderoi Perëndin. Sa rëndësishme është që të besoj dhe të shpresoj. Tani s'mbetet gjë tjetër, besim, shpresë dhe dashuri dhe më madhja nga kjo dashuria. Dhe kaloi koha dhe futën arrin në të shtunën e Lazarit. Domethënë ditën përpara se Zoti të futet në Jeruzalem me degët e palmave që i shtronin i ulur mbi një gomar të re, duke thënë bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Dhe ditën përpara, ku do të shkoj Zoti? Do të shkoj tek ata që e duan. Shkon në shtëpinë e tyre. Do të shkoj tek ata që e duan. Edhe Marta e don. Por me drejtësinë e njeriut. Por Maria e don me drejtësinë e Perëndisë. Edhe Lazari, duke lavdëruar sepse jetoi 4 ditë i vdekur, por jetoi 4 ditë në varr dhe u ringjall të 4-tën ditë.
Vallë, ku do të ishte Lazari këto 4 ditët? Nuk na e thot fjala e Perëndisë. Ku do të ishte? Ku tjetër përveç se në praninë e Perëndisë? E dinte? Nuk e di. Nuk e dim, të dashur vëllezër dhe motra. Ato që i dim janë vetëm ato që na zbulon Krishti. Dhe shkon Zoti jon Jezu Krisht në shtëpinë e atyre 3 vëllezërve që e duan. E don Krishtin. Fjala e Perëndisë thot, nëse e don Krishtin, atëherë duhet të bindesh në urdhrat e Perëndisë që janë beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe familja jote. Por edhe ju bind urdhërit të Krishtit që thot, duani njëri tjetrin sikur unë ju kam dashur. E don vëllain tënd, vëllezërit e tu, atëherë të don Krishti, sepse e don Krishtin. Në qoftë se nuk i don vëllezërit e tu, nuk është e derdhur në zemrën tënde dashuria e Perëndisë atë. Pra nuk e don, atëherë nuk të don. Nuk do të vinë kurrë në shtëpinë tënde. Do ta presësh më kot. Nuk do të vinë kurrë në shtëpinë tënde. Sot, vëllezër dhe motra të dashur, do të marrim vendim dhe mundësisht të kërkojmë nga Ati Perëndi që të mbush zemrën tonë me dashurinë e tij hynore, atërore, nëpërmjet frymës të shenjtë, që ta duam Atin, Birin dhe frymën e shenjtë, që të vijë Krishti në jetën time personale, në jetën time familjare, por edhe në jetën time në kishë. Ndryshe, më kot vjen në kishë. Kot. Në qoftë se nuk i don vëllezërit e tu, nuk don Krishtin. Dhe s'do të vinë kurrë në shtëpinë tënde Krishti. Do ta presësh më kot. Për këtë arsye, sot të pendohemi, të dashur vëllezër dhe motra. Të pendohemi me të gjithë zemrën tonë dhe të themi, Zot, mbushë zemrën tonë me dashurinë e Perëndisë atë nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe kjo nuk bëhet pa lot, pa qarë. O Zot Perëndi, më ndihmo që ti dua të gjithë vëllezërit e mi, sikur se ti më don mua. Nuk është shumë serioze? Ndihmom të dua të gjithë vëllezërit e mi, sikur se më don ti. Mund të bëhet kjo vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë. Vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe dini vëllezër dhe motra të dashur, se nëse nuk e kemi këtë dashuri, as në rrëmbim nuk do të jemi. O Zot, na ruaj, të lutem. As në rrëmbim nuk do të jemi. E ardhmja jonë, sepse na e zbulon fryma e shenjtë, do të jetë 7 vjeçari Antikrishtit. Sot pra, kush e dëgjon fjalën e Perëndisë? Është fjalë Perëndijët të pendohet i pari unë. Dhe të mbushim me frymë të shenjtë, dhe të mbush Perëndia zemrën time me dashurinë e tij atërore, ku do të shndërroj edhe besimin tim në besim të aktivizuar nëpërmjet dashurisë. Në mënyrë që çfarëdo që të kërkoj në emër të Krishtit, Perëndia me shumë gëzim të madhuroj. Ndryshe do të kërkoj dhe s'do të vi asgjë. Do të lutem dhe s'do të kem asnjë rezultat. Përse? Sepse nuk e ka mbushur Perëndia zemrën time me dashuri. Futet Krishti në shtëpi dhe këtu shohim përsëri Martën të shërbej dhe Maria të ketë dashuri për Krishtin. Të shërbej me drejtësinë e njeriut, Marta. Atë që më të mirën të bëj për Krishtin. Por Maria ishte ajo që më të vërtet dhe të bëj gjëra të pa fantazueshme. Më të çmuarën që kishte, nuk ishte familje e pasur, një enë me një vaj shumë të çmueshëm, një enë prej Çelçi,
një shishe që e mbanin këto vajzat për ditën e martesës të tyre. S'kishte gjë më të shtrenjtë në jetën e saj se atë shishe me atë vajtë e këndshëm. Dhe Maria, duke marrë mirë nardet të pastër, të çmuar, e hapi dhe e derdhi mbi këmbët e Jezusit, sepse gjithmonë qëndronte tek këmbët e Krishtit. I lyu me vaj këmbët e Jezusit dhe me flokët e kokës së saj fshinte këmbët e tij dhe e pyes veten: unë vallë, a do ta bëja ndonjëherë këtë? Gruaja ime do ta bënte këtë? Sa duhet ta duash Krishtin që të flijosh gjën më të shtrenjtë që ke, por me dashuri dhe jo vetëm me dashuri, por edhe me përulje. Këmbët e tij i liu me vaj. Këmbët e tij vetëm dinte ajo dhe më thot Zoti. Dhe ju pyes, ti çfarë din nga Krishti? Njeh fytyrën e tij, e bukur është fytyra e tij. Çfarë njeh tek Krishti? Krahun e tij të shtrirë dhe të fuqishëm, gjë e mirë është edhe kjo. Apo njeh këmbët e tij? O Zot Perëndi. Çfarë do të thosh të njohësh këmbët e Krishtit? Tek të përulurit bën hir Krishti, kurse krenarvet i kundërshton. Çfarë përuljet është kjo? Me gjën më të shtrenjtë që kishte, të laj këmbët dhe jo kryet e tij, sikur bënin atëherë, por këmbët e Krishtit dhe me flokët e saj që ishin të gjata, si ishin të qethura, flokët e saj të gjata të fshi këmbët e tij. Çfarë shikimi është kjo që na zbulon Perëndia? Çfarë dashurie është kjo? Sa përulje tronditëse është kjo? Dhe gjithë vendi ku ishin u mbush me erë të këndshme për të shpëtuarit jetë e përjetshme kjo erë e këndshme dhe për të humburit një erë për jetë për vdekje të përjetshme. Të gjithë dëgjuan Judën që ishte për ta tradhtuar. Marta nuk tha asgjë. Unë besoj se u gëzua, por me një surprizë. S'do ta bënte kurrë këtë Marta. Kur s'do ta bënte këtë Marta? Nuk e di nëse do ta bëja unë një gjë të tillë. Gruaja ime, ju. Marta besoj se s'do ta bënte këtë. Por Juda u mërzit dhe u dëgjua prej tij se kjo me këtë vaj të shtrenjtë të shitej për 300 denar që t'u ndan të varfërvet. Përshkrimi thot se ai nuk ishte se interesohej për të varfërit, por kishte arkën që mbante parat pra të dishepujvet dhe vidhte prej saj. Rënja e çdo të keqet është kush don të pasurohet. Ma çfarë bëri Perëndia? Çfarë pa ke ky njeri? Dëshirën për të pasuruar. Pra kemi Martën me drejtësinë njerëzore. Kemi Lazarin që të shijoj dhe të lavdëroj Perëndin, Marian të përulet dhe të flijoj me një përulje të madhe gjën më të shtrenjtë që kishte në këmbët e Krishtit, dhe Judën të mërzitet dhe të egërsohet. Dhe Zoti tani na zbulon ne se si shohim këto persona. Dhe te kujt i ngjajmë? I ngjajmë Lazarit, Martës, Marias apo Judës? Dhe si do ta kuptoj se kujt i ngjaj? Një është fjala: dashuri. Besim, shpresë dhe dashuri, dhe më e madhja prej tyre dashuria.
dhe do të bëj një pyetje që më bën Zoti dhe e them me prezencë këtë. A më don më shumë se të gjitha këto? Dhe të njëjtën pyetje bën Krishti tek gjithë secili prej nesh sot. Vëlla, a e don Krishtin më shumë se këto? Dhe Pietri e dini se çfarë si u përgjigj? Zot, ti e din se unë të dua, jam shok i yti, mik me ty. Ma kishte mohuar 3 herë, është shok i ti. U pendua, qau, i hidhëruar. Dhe mori vendim që të jetë mik i Krishtit dhe të bëj të gjitha sa i urdhëron ai. Ashtu sikur tha se si u quaj më shërptor të mit, por miq të mit nëse bëni të gjitha sa unë ju urdhëroj ju. Ma nuk kishte urdhër Maria të bëj atë që bëri, por ti dhe unë kemi urdhër nëpërmjet Ungjillit të Jezu Krishtit të bëjmë atë që bëri Maria. Të mos bëjmë atë që bëri Marta. Dhe patjetër Perëndia të na ruaj. Të mos i afrohemi as pak gjurmëve të Judes Iskariotit. O Zot na ruaj. E përsëris. Vëlla im dhe motra ime, na pyet Krishti. A më don më shumë se këto? Çfarë do të thotë këto? Të gjitha. Nga njerëzit, nga të farefisit, nga shokët, nga miqet, nga vepra, nga çfarë do gjë tjetër. Nga gjithçka tjetër. Dhe urdhëri i Perëndis që nga fillimi është ta duash Zotin Perëndin tënd me gjithë mendje, me gjithë zemër, me gjithë forcë dhe me gjithë shpirt. Të afërmin tënd si veten tënde dhe vëllain tënd ta duash sikur të ka dashur Krishti ty. Kjo është ajo që thot se a më don më tepër se këto. Dhe ne themi, o Zot na ndihmo. Ndihmona o Zot, mund të thuash gjë tjetër vallë, mund të mendosh diçka tjetër. Unë rash poshtë dhe thash, o Zot Perëndi, i pa vlerë dhe i pa forcë jam. Ndihmom të lutem. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.